Tani ka fjalën zonja Lushaku, shefja e grupit të LDK-s. Faleminderit kryetare, të nderuar kolegë deputet. Ne si grup parlamentar kemi paraqititur 21 amandamente për projektin e ligjit për buxhetin 2026 dhe nga këto 21 amandamente nuk kanë kaluar përmes komisioneve dhe gjithsesi komisionit për buxhet. Andaj me këtë rast ne ju bëjmë thirrje që t'i vëni amandamentet tona në votim në kuvend, me që besojmë thellësisht që amandamentet tona adresojnë probleme reale të qytetarëve, kanë të bëjnë me arsimin, kanë të bëjnë me shëndetësinë, kanë të bëjnë me investime kapitale, kanë të bëjnë me rrjetet të digitalizimit dhe të energjisë. Andaj ju bëjmë thirrje që t'i vëni në votim në këtë kuvend. Përndryshe, buxhetin nuk e votojmë si të tillë, nuk e përkrohem. Faleminderit.